E dinit se një fëmijë mesatarisht e përdor një karrocë bebesh për më pak se 400 ditë. Është shumë pak në fakt. Po, është shumë pak, por dëgjoj tani pjesën më të çmendur. Nëse ajo e njëjta karrocë hidhet në plera, do të qëndrojë në planetin ton, domethënë duke zënë hapësirë dhe duke u dekompozuar ngadalë për ndoshta 400 vjet. Wow, një disproporcion total? Fiks. Është e frikshme kur e mendon. Dhe sot në këtë eksplorim të thelluar, ne po zhytemi pikërisht në atë botën e fshehtë që ndodhet brenda shtëpive tona. E kam fjalën për ato dollapët e thellë, papafingot apo ato kutitë e mbushura plot me gjëra që i kemi harruar fare që ekzistojnë. E vërtet, që nuk i përdorim më. Dhe qëllimi i këtij diskutimi sot, e bazuar në disa studime dhe materiale vërtet interesante, është të zbërthejmë se si një veprim në dukje kaq banal. Si pastrimi i shtëpisë apo jo? Pikërisht, thjesht pastrimi i shtëpisë nga sendet e tepërta. Si ky veprim nuk është thjesht një çështje rregullimi hapësire për ne. Në fakt, ka një fuqi vërtet jashtëzakonshme për të transformuar jetën e atyre që janë në nevojë, për të rindërtuar strukturën e shoqërisë sonë dhe madje për të shpëtuar mjedisim. Të them të drejtën, është një këndvështrim shumë i fuqishëm për ta nisur këtë bisedë, sepse ajo çfarë po përpiqemi të kuptojmë këtu është nevoja për një ndryshim total. Si do thuash, një ndryshim mendësie. Fiks. Ndryshim të mënyrës se si e shohim botën dhe pronësinë, sepse siç e dimë të gjithë, ne jetojmë thellësisht gjytur në këtë kulturën e konsumizmit, ku vlerësohesh nga sa gjëra ke. Po, ku vlera e një individi mjerisht shpesh matet me sasinë e gjërave që ai arrin të grumbullojë. Por kalimi nga kjo mendësi tek një kulturë e ndarjes dhe dhurimit, ky është ndoshta hapi më etik për të ndërtuar një komunitet vërtet të shëndetshëm. Ësakt. Domethënë, nuk po flasim më thjesht për menaxhimin e metrave katror në shtëpitë tona, por për lidhjet mes njerëzve. Ashtu është. Për zgjimin e një empatie që shpesh, të jemi të sinqert, rri në gjumë. Në rregull, atëherë le ta zbërthejmë pak të pjesën e grumbullimit. Sepse unë jam i bindur që të gjithë bien prek saj, edhe unë vetë. Shtëpitë tona në një farë mënyrë kthehen në një lloj muzeu personal. Një muzeu shumë i sakt, po. Ne i mbushim me artefakte. Rroba që nuk na bëjmë më prej vitesh. Lodrat fëmijëve që tashmë janë rritur dhe shkojnë në gjimnaz, libra, çanta. Gjëra që thjesht rrin aty e zëmpluhur. Pikërisht. Dhe për ne këto kthehen në një barr logjistike. Por diku tjetër, ndoshta vetëm 2 rrugë më poshtë, diku ka një nevojë absolute për këto artefakte, për të përballuar të ftohtin e dimrit për shembull. Dhe kjo është dhimbshme. Është. Por tani, të bëhem pak avokat i djallit këtu. Patjetër, urdhro. A nuk është disi e natyrshme që njerëzit t'i ruajnë këto gjëra, ndoshta për kujtim, ndoshta me idenë kush e di kur do të nduhen sërish, ose thjesht sepse i kemi blerë me parat tona? Sigurisht që po. Atëherë pse ndodh ky bllokim psikologjik? Ku preferojmë t'i lëmë gjërat zën pluhur në vend që t'i ndajmë me dikë tjetër? Kjo është një pyetje thelbësore dhe në fakt ka një shpjegim shumë interesant psikologjik para saj. Në psikologji njihet si efekti i pronësisë. Efekti i pronësisë. Prit, si funksionon kjo? Domethënë në momentin që ne e zotrojmë një objekt, truri ynë i jep atij një vlerë shumë të madhe sesa vlera e tij reale në treg. E kuptoj. Pra, një bluzë të vjetër i japim rëndësi emocionale. Tamam. Ne krijojmë një lidhje emocionale me të kaluarën tonë përmes atyre objekteve. Prandaj ndihemi hezitues t'i lëshojmë. Por, magjia ndodh kur arrijmë ta thyejmë këtë bllokim. Kur bëjmë atë hapin e parë. Po. Kur e bëjmë atë hap dhe dhurojmë, ne nuk po japim thjesht pambuk, lesh apo plastik. Ne po dërgojmë një mesazh. Akti i dhurimit lufton një nga pasojat më të ashpra dhe më të padukshme të varfërisë. Që është? Izolimi social. Krit pak. Izolimi social. E ke fjalën për atë ndjesinë të qenit i përjashtuar nga shoqëria? Pikërisht atë. Kur një familje është në vështirësi ekstreme ekonomike, ata nuk vuajnë vetëm nga i ftohti apo mungesa ushqimit. Që është pjesa fizike? Po, por ata vuajnë edhe nga ndjesia e të qenit të padukshëm. Shoqëria ecë përpara, njerëzit blejnë, festojnë, jetojnë, ndërsa ata ndihen të ngecur. Të lënë pas dore, fiks.
Tani, mendo pak mekanizmin se si funksionon një dhuratë në këtë mes. Kur dikush në atë gjendje merr një pautë të ngrohtë apo një palë këpucë për fëmijën nga komuniteti, ai veprim e godet drejt për drejt atë izolim. Vërtet. Po, sepse objekti fizik përkthehet në një mesazh emocional që thot dikush kujdeset për ty, ti je pjesë e jona. Kjo është e bukur. Është një injeksion dinjiteti që shpesh është po aq i rëndësishëm në mos më shumë se vetë vlera financiare e objektit. Kjo më bën të reflektoj thellë, të them të drejtën, është si ti thuash tjetrit, unë të shoh. Ekzistenca jote ka rëndësi. Dhe e di çfarë? Ky lehtësim merr një dimension vërtet gjigant kur flasim për një nga periudhat më delikate, ardhje në jetë të një fëmije. O, absolutisht, aty kostot fluturojnë. Të gjithë e dim që rritja e një bebeje është ndoshta faza më e shtrenjtë në jetën e një familje të re. Ato pajisjet bazë, krevatet, ulset e makinës, karrocat. Janë shpenzime kolosale, Kërkojnë investime jashtëzakonisht mëdha, e saktë. të cilat për shumë familje me të ardhura të ulta janë thjesht të papërballueshme, dhe këtu kthehemi tek ai paradoksi absurd i gjatësisë që përmende në fillim të bisedës sonë. Ato të karrocës që jeton 400 vjet në plera. Fiks, industritë të tëra janë ngritur për të prodhuar pajisje tepër të kushtueshme që fëmia do t'i përdorë për një dritare kohore shumë të ngushtë. Disa muaj, maksimumi 1 vit e ca. Po, një krevat rrethues apo një ulse makine mund të jetë teknikisht e përsosur për vite të tjera, por përdorimi i saj real mbaron shpejt. Duke i mbajtur këto objekte të mbyllura, ne po ngrim një kapital që mund të zgjidhte krizën financiare të një prindi tjetër brenda ditës, apo jo? e the në mënyrë perfekte, brenda ditës. Në fakt, po ta mendosh, kjo merr një kuptim akoma më të rënd kur flasim për lodrat. E kam fjalën lodrat edukative. Oh, lodrat janë një temë më vete. Sepse fëmijët rriten dhe ndryshojnë sa hap e mbyll syt, lodra që i fasciononte në muajin e 6, tazem bëhet krejt e pavlefshme në muajin e 12. Pra, a është e drejtë të thuhet se mbajtja e një lodre të papërdorur në dollap po bllokon zhvillimin emocional të një fëmije tjetër? Plotësisht e drejtë. Do me thënë, apo i mbajmë ne peng këto mundësi zhvillimi për fëmijët që s'kan mundësi t'i blejnë? Është një mënyrë shumë e saktë për ta formuluar, sepse mekanizmi psikologjik i lojës tek fëmijët është jetik. Shiko, për një fëmijë, loja nuk është koha e lirë. Nuk është thjesht për t'u argëtuar. Jo, absolutisht jo. Për ta, loja është puna e tyre. Është mënyra vetme se si ata kuptojnë botën, si zhvillojnë aftësitë motorike dhe inteligjencën. Por, kur një fëmijë rritet në një shtëpi të prekur nga varfëria, Mjedisi është plot stres natyrisht. po, dhe edhe nëse prindërit përpiqen të mos e shprehin me fjalë, fëmia e thith atë tension. Varfëria ka këtë tendencë mizore për t'i zhveshur fëmijët nga pafajësia e moshës. Është shumë e trisht kur e dëgjon kështu. Pra, një lodër bëhet një lloj mburoje psikologjike. Tamam, është fjalë e gjetur. Kur atij fëmije i dhurohet një lodër e bukur, ne i ofrojmë një rrugë shpëtimi, një arratisje. I jep një ndjenjë normaliteti, le të themi. Fiks, normaliteti. Për ato pak orë që luan, ai nuk është më fëmia e një familje në vështirësi. Ai është Një astronaut, një ndërtues, një eksplorues, ashtu si çdo bashkëmoshatar i tij. wow, po. Eqja e pluhurit nga ajo lodër dhe vendosja në duart të atij fëmije është zhbllokimi i atij potenciali. Pra, nuk po i kursejmë vetëm ca para prindit, jemi duke i dhënë ushqim mendor të voglit. Është fantastike se si e shpjegon këtë, sepse me të vërtet e transformon totalisht rëndësinë e një objekti që për ne është thjesht mbeturi në sirtar. Por, këtu duhet të ndalemi pak. Po, Sepse ka një kurt të madh në të cilin është shumë e lehtë të biesh. të kuptoj ku të dalesh. Besoj se po. Ekziston një rregull i artë, një vije holl por thelbësore, mes të dhuruarit si një akt i lartë human dhe thjesht përdorimit të një organizate apo një familjeje si një kosh plerash për të shkarkuar nga mbeturinat e shtëpisë. Oh, kjo është kaq e vërtet. Bëhet fjalë për standardin moral të asaj që japim, veçanërisht kur vjen puna te rrobat e dimrit, apo jo. Është absolutisht pika më delikate e këtij procesi, dhe rregulli është i thjeshtë, por i panegociueshëm. Qeshtë. Çdo gjë që durohet duhet të jetë e pastër, e ruajtur mirë dhe plotësisht e përshtatshme për t'u përdorur. Fraza që përmbledh thelbin këtu është: ndihma e vërtet nuk është të japësh atë që nuk vlen më, por të ndash diçka që ende ka vlerë. Shumë e fuqishme kjo.
Dhe nuk është vetëm një çështje praktike e higjienës publike dhe pse shëndeti është i pari, është në thelb një çështje psikologjike. Dëgjoj, nëse mund t'jap një analogji për këtë. Le të mendojmë sikur dikush fton një mik për darkë në shtëpi. Në rregull. Ai miku vjen, ulet në tryezë dhe në vend që t'i shërbehet një pjatë e re, i vihet përpara një pjatë me ushqimin e lënë përgjysmë nga darka e djeshme. Oho, kjo është një analogji e shkëlqyer dhe është thellësisht ofenduese. Fiks, është thellësisht ofenduese. Kur dhurojmë një palë rroba që janë të pista, të grisura, pari-parim, apo me njolla, nuk jemi duke u bërë atyre një nder. Jemi duke u thënë, si thuash, ti vlen aq pak sa që mbeturinat e mia janë mjaftueshëm të mira për ty. Për fat të keq, po. Dhe një akt që mendohet të jepte dinjitet në këtë formë, kthehet në një poshtërim absolut. Kjo analizë godet vërtet më shenjë problematikën. Na detyron të pyesim veten për motivimin ton të vërtet. Do me thënë, pse po dhurojmë? Pse po e bëjmë vërtet? Apo dhurojmë sepse ndjejmë vërtet empati për vuajtjen e tjetrit? Apo po dhurojmë sepse duam të lirojmë hapësirë në dollapin ton për të blerë rroba të reja? Dhe nuk duam të ndihemi fajtorë që po e hedhim në kosh. Ësakt. Pikërisht. Kur dikush zgjedh të dhurojë me respekt, duke e larë atë xhaketë, duke e palosur mirë, duke u siguruar që zinxhiri funksionon, ai po i komunikon marrësit barazi. Ti meriton respekt si unë. Tamam. Ti meriton cilësi dhe respekt, ashtu si unë. Kjo formë dhurimi është i vetmi mjet që e forcon dinjitetin njerëzor. Dhe është pikrisht ky lloj respekti në praktik që krijon diçka, edhe më të madhe. Sepse kur individët veprojnë kështu, nuk mbetet thjesht një transakcion privat mes dy personave. Kthehet në një efekt zinxhir. Fiks. Dhe këtu kalojmë në një dimension tjetër që është ndoshta nga më të rëndësishmit, por edhe shumë i nënvlerësuar. Ne folëm për anën sociale, po kemi edhe anën mjedisore. Jemi përballë një fitoreje të dyfisht këtu, apo jo? Pas një diskutim, le të flasim pak për mekanizmin se si kultura e hedhjes shkatron mjedisin. Ne jemi mësuar me atë që quhet moda shpejt ose fast fashion. Po, blej sot hedh nesër. Pikërisht, njerëzit blejnë rroba, i veshin disa herë dhe pastaj i hedhin. Kur këto rroba të cilat shpesh përbëhen nga materiale sintetike si poliesteri, që poliesteri në thelb është plastik, të kuptojmë. Është fjalë për fjalë plastike. Kur këto përfundojnë nëpër landfille, ato nuk dekompozohen për muaj. Ato kërkojnë qindra vite për të shpërbërë. Dhe ndërkohë çfarë bëjnë? Ndërkohë lëshojnë mikroplastike dhe kimikate toksike në tokë dhe në ujërat nëntokshore. E njëjta gjë ndodh me lodrat plastike, me karrocat, ndërtimi i këtyre maleve me mbeturina tekstile, po mbyt planetin me një shpejtësi alarmante. Pra kjo do të thotë që sa herë marrim vendimin të gjejmë një shtëpi të dytë, një rrobe apo një pajisjeje, ne jo thjesht po mbajmë ngrohtë një njerëz, por po ndërhyjmë direkt në këtë cikël shkatrues. Saktësisht, ti ndërhyn në dy nivele. Si? Së pari parandalon që ajo robë specifike të përfundoj duke ndotur tokën, dhe së dyti që është edhe më rëndësishme, ti ul kërkesën për prodhim të ri. Po, kërkesë ofertë. Por ajo familje nuk do të blejë një të re. Kjo do të thotë që energjia, uji dhe lëndët e para për ta prodhuar atë karrocë të re kursehen. Fabrikat lëshojnë më pak emiteme. Fiks. Është një reagim zinxhir ku ripërdorimi kthehet në mbrojtësin më efektiv të ekosistemit, kështu që ne fitojmë betejën kundër meturinave plastike dhe njëkohësisht fitojmë edhe ato betejën kundër ftohjes sociale në lagje. Kjo më sjell në një pyetje shumë praktike, të them të drejtën. Gjithmonë kur flitet për ndryshime kaq të mëdha, qoftë mjedisore apo sociale, njerëzit mendojnë, kjo është punë për qeveritë ose për ONG-të e mëdha. Ndodh rëndom ky justifikim, po. Por a është vërtet kështu? A ka nevojë gjithmonë për një strukturë gjigante apo motori i këtij revolucioni të vogël qëndron tek veprimet brenda shtëpisë son? Shiko, organizatat e mëdha janë të domosdoshme, ta zëjmë për raste krizash humanitare apo për logjistik në shkallë të gjerë. Por mentaliteti, ajo kultura e të dhuruarit, krijohet vetëm në familje. Në shtëpi. Po, nëse presim gjithmonë që një institucion të vitë na marrë rrobat nga dera, ne mbetemi pasiv. Por kur nis nga individi, kur dikush pastron dollapin, flet me fqinjët, pyet nëse ka ndonjë familje në lagje që i duhen këpucë, kjo ndërton një rrjet besimi dhe solidariteti të drejtë për drejtë që dëgjoj asnjë organizatë e madhe nuk e krijon dot me aq ngrohtësi. E vërtet, lidhja njerëzore është unike.
Dhe këtu vjen në sken ndoshta, detaji më i bukur i gjithë këtij procesi, ndikimi tek fëmijët tanë. Absolutisht. Është e njohur tashmë që fëmijët nuk i mësojnë vlerat morale nga fjalimet tona të gjata ose nga librat. Ata mësojnë duke parë ato që bëjmë ne, apo jo? Po, prindërit janë shembulli. Pra kur një fëmijë e sheh prindin e tij të ndaj gjërat me të tjerët, diçka klikon në trurin e tij. Ndodh një modelim sjelljeje jashtëzakonshëm. Kujtojmë pak atë efektin e pronësisë që përmendëm. Fëmijët, naturalisht, janë shumë mbrojtës. Thonë gjithkohës e imja, kjo është e imja. Po, avazi i vjetër i çdo fëmijeje. Fiks. Por kur një prind ulet me fëmijën dhe i thot, këtë makinë me të cilën ti nuk luan më, le ta pastrojmë dhe t'ja japim një djali tjetër që të bëhet i lumtur, fëmia e përjeton fizikisht procesin. Pra kur sheh që kalon nga dora e tij te dora e tjetrit, Po, dhe sheh buzëqeshjen që shkakton. Kjo përvojë fizike u mëson atyre empatin, bujarin, përgjegjësinë shoqërore në një formë kaq të gjallë. Asnjë leksion teorie nuk e zëvendëson dot. dhe edukojnë kështu një brez të ri që s'mendojnë vetëm për vete. Pikërisht, sepse suksesi i një komuniteti nuk matet as pak me sa pasuri zotron në total, por me gatishmërinë që ka për të ndarë. Është vërtet një përmbysje plote e mënyrës se si jemi mësuar ta masim suksesin. Të falenderoj shumë për këtë analizë. Kënaqësia ime. Le të përpiqemi ta përmbledhim pak të gjithë të rrjedh logjike që trajtuam. Në thelb, e gjithë kjo na tregon se akti i thjeshtë i të dhuruarit nga dollapi ynë, kur nuk e varfron atë që e jep. E kundërta është e vërtetë. Vetëm na pasuron. Po, ai objekt fizik që po vdiste në një sirtar, ringjallet, kthehet në një mjet komunikimi, afron njerëzit, ofron dinjitet, zhbllokon zhvillimin e një fëmije dhe parandalon që planeti të mbytet në mbeturina. Është një veprim i vetëm me një pasojë të trefisht pozitive. Unë do të shtoja që është një ekuacion i rrallë ku të gjitha palët fitojnë. Dhuruesi lirohet nga bara e sendeve, marrësi fiton lehtësim dhe shpresë, dhe mjedisi fiton një betejë kundër miprodhimit dhe ndotjes. Gjithçka fillon thjesht nga vendimi për t'i gjetur një qëllim të ri diçkaje. Është kaq e thjesht në dukje, por kaq e thellë kur e analizon. Dhe, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij eksplorimi të thelluar për sot, kam një mendim të fundit, disi provokues ndoshta, që lind pikërisht nga kjo ideja e kontaktit njerëzor. Të dëgjoj? Ne diskutuam gjatë për fuqinë e asaj prekje e fizike, akti të dhënit dorë me dorë, por le të mendojmë pak për drejtimin që po merr bota sot. Gjithnjë më shumë aspektet të ndihmës po bëhen tërësisht digjitale. E vërtet, bamirësia me një klikim. Pikërisht, krejtësisht anonime. Me një klikim në telefon, ti transferon fonde për një kauzë në anën tjetër të botës. Tani, pa diskutim, kjo është një arritje fantastike dhe shpëton jetë çdo ditë. Sigurisht që po. Por pyetja është, çfarë mund të ndodhë me empatinë e brezit të ardhshëm nëse gjithçka bëhet kaq abstrakte, kaq e largët dhe paprekshme? A rrezikojmë që në kërkim të këtij efikasiteti digital të humbim atë prekjen fizike, atë shikimin sy më sy me marrësinë, që është thelbi i solidaritetit njerëzor? Është një pyetje vërtet shumë e thellë, që ja vlen të mendohet gjatë. Dhe me këtë mendim po e mbyllim. Për të gjithë dëgjuesit tanë, ndoshta herën tjetër kur të gjendeni përballë atij muzeut të pluhurosur brenda dolapëve, përpara se t'i fshihni sërish kutit, mendoni për këtë që folëm. Shpresojmë që ky diskutim të sjellë një këndvështrim të ri për pastrimin e radhës. Deri atëherë, le të vazhdojmë të gërmojmë